Mirëmëngjes, jam avokati Fabio Lo Scerbo. Ky është një episod I ri I podcastit E drejta e emigracionit. Në këtë episod flasim për lajën e qendrimit për arsye studimit e për një vendim të fundit të gjykatës administrative rajonale të Emilia-Romanjës, seksioni I Bolonjës, I cili trajton drejt për drejt çështjen e konvertimit të lajës së qendrimit për studim në lajë qendrimi për punë të varur. Referenca është vendimi në periudhën I vitit 2013 I dhënë në formë të thjeshtuar në përputhje me 960 të kodit të procedurës administrative në procedimin në vërtetësin frank të vitit 2025. Vendimi është marrë në dhome këshillimi me 17 dhjetor 2025 dhe është publikuar me 7 janar 2023. Çështja të bëjë me refuzimin e një kërkese për konvertimin e legjës së qendrimit për arsye studimi, stagji dhe formimi profesional në legje qendrimi për punë të varur. Refuzimi është marrë nga sporteli unik për emigracionin mbi bazën e një mendimi të Inspektoratit Territorial të punës, I cili ka vlerësuar se të ardhurat e punëdhënësit ishin të pamjaftueshme për të mbështetur marrëdhënien e punës me shtetësinë e huaj. Sipas administratës, të ardhurat e deklaruara nuk ishin të përshtatshme, por ky vlerësim bazohej në një të dhënë ekonomike të izoluar, që I përkiste një periudhë të mëparshme, pas një shkërtim të përgjithshëm të situatës së ndërmarrjes dhe pa një vlerësim të përditësuar ose perspektivë. Gjykata administrative rajonale e Bolonjës e pranoi ankimin dhe anuloi aktin e refuzimit, duke pohuar një parim me rëndësi të veçantë. Konvertimi I legjës së qendrimit për arsye studimi nuk mund të refuzohet mbi bazën e vlerësimeve automatike, të përgjithshme ose thjesht formale. Gjykata sqaroi se administrata është e detyruar të zhvillojë një hetim real dhe të plotë. Verifikimi I kërkesave të punëdhënësit nuk mund të kufizohet në një të dhënë të thjeshtë numerike, por duhet të marrë parasysh një seri elementesh, përfshirë kapacitetin financiar, ekuilibrin ekonomik dhe financiar, çiron, numrin e punonjësve dhe llojin e aktivitetit të ushtruar nga ndërmarrja. Sipas gjykatës, administrata duhet të kryejë një vlerësim aktual dhe gjithashtu perspektiv, veçanërisht kur kërkuesi paraqitet dokumentacion të përshtatshëm për të dëshmuar rritjen e aktivitetit ekonomik dhe një nevojë reale për personel. Referimi I thjeshtë ndaj një të ardhure të konsideruar të pamjaftueshme, pa treguar një bazë normative të qartë dhe pa një hetim konkret, përbën një mangesë të dukshme në arsyetim. Ky vendim është veçanërisht I rëndësishëm sepse ndikon drejt për drejt në çështjen e legjës së qendrimit për arsye studimi, e cila mbetet një titull qendrimi I përkohshëm, por ka rëndë juridik e lidhur shprehimisht me mundësinë e ushtrimit të një aktiviteti pune dhe në kushtet e caktuara me konvertimin në legje qendrimi për punë. Gjykata rikujton se karakteri I përkohshëm I legjës së qendrimit për studim nuk justifikon një kufizim të paarsyeshëm të mundësive të konvertimit të parashikuara nga ligji. Kur rruga e studimit është reale, koherente dhe çon në një mundësi konkrete punësimi, administrata duhet të vlerësojë rastin në mënyrë serioze, të individualizuar dhe në përputhje me rregullat e procedurës administrative. Mesazhi I vendimit të tarë I të Bolonjës në oktober të vitit 2026 është I qartë. Legja e qendrimit për arsye studimi nuk është një titull I dobët, mbi të cilin administrata mund të ushtrojë një pushtet diskrecional pa kufi. Edhe në fazën e konvertimit zbatohen parimet e hetimit të përshtatshëm, arsyetimit efektiv dhe arsyeshmërisë së vendimit. Mirupafshim me një episod të ri të podcastit E drejta e emigracionit.